Unë nuk merrem me qytetarin digjital. Ju e dini shumë mirë. Po unë nuk mund mos e lexoj sot. Tani, një mesazh që më erdhi mbrëm. Dhe nuk është qytetar digjital, është njeri me emër dhe me mbiemër se e verifikova. Ju dëgjova me vëmendje në këtë diskutimin nga dje sot dhe si vim. Unë jam një dashamirës brenda vathës ku një i quajtur XY, nuk po ja them emrin, merr urdhra nga një i quajtur YX, nuk po ja them emrin. Janë emra konkret. Por ka diçka tjetër që ju nuk e thatë. E bët pyetjen pse tani dhe jo më parë. Pse 2 javë, 1 muaj, më parë për shumë. Për shë. Sepse pikërisht tani ishte i gatshëm i njëjti gjyqtar. I angazhuar në të gjitha çështjet e veçanta me target njerëzit tuaj. Gjyqtarët njësoj si dhe prokurorët, krahas shorteve elektronike për menaxhimin e punës, organizohen edhe në javë dhe ditë gatishmërie për kërkesa të ngutshme dhe ngjarje të cilat kanë nevojë të trajtohen përmes disa veprimeve të menjëhershme. Natyrisht kjo është për e ngutshme dhe e menjëhershme, është për ngjarjet alarmante, besoj unë, që janë ngjarje ndodhi tani, krimi urgjent, duhet ta marrim ta bëjmë, apo jo? Jo Nesti. Nesti ishte aty që në shkurtin e kaluar. Qartazi është selektuar gjyqtari në këtë rast dhe ju informoj se gjyqtarët e tjerë nuk kanë pranuar që t'i rrinte të njëjtës kërkesë për arrest, sepse gjyqtari mund vetëm të zbusë masën e kërkuar nga prokurori, jo ta shpërsojë. Por, edhe pse ju ligjin e keni bërë për një garanci më shumë, në fakt, keni garantuar vetëm atë 100% e vulosjeve të kërkesave të prokurorisë. Ky gjyqtar e ka nisur karrierën si koleg zyre me këtë emrin nuk po e them se e keni në parlament këta. Kur ishte në Ministri të Drejtësisë dhe kur ministër ishte Eduard Halimi s'ka problem se është njëri i lirë, pastaj përfundoi në GKK. Ky dhe një tjetër, XY, nga qyteti X, i njohur familjarisht si ekstremist i djathtë, kanë trajtuar më shumë të kërkesat për eksponent PS-s. Disa herë në vendimet e tyre, ata e kanë kaluar të cakun e gjyqtarit për kërkesat paraprake, duke bërë konsiderata që ligji nuk u lejon dhe kërkuar ashpërsimin e masave të kërkuara nga prokurorët. Për shembull, të hetohet edhe për këtë vepër, të hetohet edhe ky, ose do ishte mirë të kërkojë kjo masë nga prokuroria. I tillë është dhe rasti X, nuk po e përmend, që diskutohet shumë si një skandal në të gjitha rrethet e juristëve. Së dyti, i njëjti gjyqtar është gjyqtari paraprak për dosjen Toyota Yaris. Qytetarët digjital janë halli madh. Se më shkoj. Vetëm një fakt. Ka urdhëruar ndalim publikim të vendimit të tij, gjë që nuk e bën, po përkundrazi, bën të kundërtën për rastet kur duhet të përbalten njerëzit e Partisë Socialiste, për shkak se aty përmenden shumë kolegë të tyre. Por ama, ditën 1, vendimin e pati në dorë prap njëri që e keni në parlament, dhe tani e ka, këti ja them emrin unë, bufi i knetës, ka shkruar kështu këtu, që ja u lexon shqiptarëve komunikime nga enkroçati në parlament. Dhe të gjitha janë pjesë e përmbajtjes së këtij vendimi gjyqësor, i ndaluar për të përhapur dhe publikuar. Ku jemi këtu ne?
Kjo është vepër penale. Kjo është vepër penale. Pra, bëhet fjalë për 2 kamikaz të PD-s në GKK që se kanë asnjë problem ta shprehin në mjedisin ton kënaqësinë e të marrit në dorë të këtij dhe të atij, duke thënë që ne do t'i shkrim. Tani këtu, së qytetar digital, këto janë lehtësisht provueshme. Altin Dumani të kërkoj gjurmët e vendimit të Toyota Yaris dhe t'ia thot publikut si kanë përfunduar në monologët e bufit Knetës, me që nga një vendim i ndaluar për publikim dhe dihet kush e ka marrë. Dhe e fundit që kam është një ngushëllim për veten time dhe për ju bashkë me mua, që i kemi hyrë detit në këmbë dhe që është mirë ta ndaj me ju, sepse i kemi hyrë detit në këmbë kur kemi vendosur të bëjmë një kthes që tjerët mbase kanë qenë më të zgjuar se ne, që nga viti 1912 nuk e kanë marrë përsipër. Kanë pas arsyet e tyre në vend i vogël, me shumë lidhje, me shumë komshi, me shumë kushëri, me shumë interesa. Ne e kemi marrë përsipër. Të pavarësojmë pushtetin drejtësisë nga pushteti politik. Kemi marrë përsipër që të jemi pushtet, edhe brinjët t'ia lëmë dispozicion drejtësisë. Nuk kam asnjë pishman për këtë. E vetmja pyetje që kam, pikpyetje që kam është, a do t'ja dalim që ta bëjnë pakthyeshme reformën drejtësi? A do ta dalim që institucionet e drejtësisë ta përdorin pavarësinë për të bërë drejtësi dhe jo politik? Dhe kur them politik, tu nuk është çështje me njërin apo me tjetrin, të paktën në rastin e SPAK-ut. Është e padiskutueshme që së çështja me njërin apo me tjetrin. Kur them politik është me që njërin po e lëmë në balkon, shkojmë të kapim një 3 nga këta, pastaj me që kapëm 3 të shkojmë t'i bijem njërit, po me që po bëjmë këtë për kryetarin e bashkisë, po të shkojmë të kapim njërin për diplom, tani për këtë mund të flasum se e dini mirë se sa respekt kam për një farë Belo Këlliçaj,